Shikues të dashur, e ndoqëm së bashku edhe materialin ton në Ljubljan, e tashmë e kemi në studio Yllin dhe Andin. Përshëndetje. Përshëndetje Ylli. Përshëndetje. Si kalove? Mirë. Kësaj Çfarë herë komente ke marrë për episodës kalume? komendat janë konë shumë të mira, veç tash punina ma shlirë. Sa mirë. Tash besoj që keni më konë edhe ju të kënaqur me receptën e sodit. Po besoj që tashmë ndihesh edhe si në shtëpinë tonë, apo jo? Tash Edhe me Andin këtu. Mas jo me Andin tash jena pak ma okej. Se hera parë ke pak ma... Ylli, a mundesh me na tregu recetën që kemi përgatitur sot? Sot kemi me përgatit linguini me pistachio. Është një recepte bëf mirë. Është një recepte e jemja që besoj që ka më konë shumë perfekte në pjatë. Linguinit, po besoj që kime i përdor nga P&K. Po. Në rregull. A A mundesh- do të ti sjell? Po. Okej, Kishte bo mirë. Kemi Andi, Ajana, si kalove sot? super. Me gjithë sprita ma abone se gjithë. Çka kime përgatit sot? Sot nuk më përgatit pak mish. Me kalzu Yllit që është përgatitet mishi. Se javën e kalune. Ylli javën e kalume ka pas mesh. Po. Ja Edhe ka bu dërgoj mirë. Yllit ton, Disa pasta P&K, se Pastat mbeta do mi bo da P&K. pasta, tash e kemi këto na. pra pastat nga P&K, po ja dërgoj Yllit, Ylli urna. Gjithashtu Ylli është duke punu për momentin edhe me enët nga Karagja. Karagja. I çka po fillon? Po filloj me pesto pistachio. Ta bojmë sosin e pastës. Qesim parmezan, fistek, bazil edhe një thelb hudër. A duhet diçka tjetër vegetën e pas këtë Vegetën e kam. Mos harroj t'ju tregoj të gjithë shikuesve që Vegeta ka ndërru vetëm dizajnin, por është e njëjta në shije. Vegeta si gjithmonë është në tryezat e Pasion e Profesion, por gjithashtu edhe në tryezat e shtëpive tona. Andi, Ata jo, a ki nevoj për diçka? për veget. Për veget, okej. Po ta sjell nga Ylli, pra. Okej. Që të ja pjace sone? Qone. Ashtë mirë. Ishte të herë du t'nja shpënda. Një shku shia gjithë ku. I shkon shia gjithmonë. E Se Vegetës. shia e Vegetës nuk ndron, edhe pse ka ndru paketimi. Është paketimi i ri. Ana len tash mu. Po, do jap. Thank you. Urdhnar. Ylli, flasim edhe pak për krajtësin. A kam bërë diçka pa na tregu? A ki ndonjë recetë që ndoshta e ki përshtat Që kjo është? me traditën shqiptare? Me traditën shqiptare përveç mishit, s'mundën mu përshtat as si pjesë në menyn kroate, thjesht mundohen mi a gjithë një farë skej për mu përshtat me meny. Besoj që kuzhina nuk ka fund, gjithë shka mundesh me bo, edhe mi këqyr apo del në rregull. Besoj që Na tregove në episodin e kalum të Pasion e Profesion që do rikthehesh në Kroaci. Çfarë do presim pastaj prej teje? Ndoshta edhe ndonjë hapje të ndonjë restoranti tënd atje ose edhe në Kosovë? Kjo është pjesa kryesore e jemja që sa ma shumë të kem provoj, aq ma shumë është e mira e jemja, edhe besoj që do hapim diçka interesante, bashkëpunojmë me meny kroate, gjithashtu edhe me menyn tonë, ta bojmë një kombinim që të del diçka perfekte. E do vime me Andin pra me të vizitu atje shumë shpejt. Shikues të ndashur, po shkëputemi për një blog të marketingut dhe rikthehemi vetëm pas pak në studion e Pasion e Profesion.
rikthyem nga bloku i marketingut, e tashme Andi dhe Ylli janë duke i bërë gati pjatat e tyre. Ylli, a ka ndonjë produkt kroat që ka bu për shtypje më shumë? Ka pjesa e detit janë do produkte që janë shumë interesante. Nuk janë shumë procedura të lehta me punu me to. Thjesht kanë shumë pjesë të cosave që ne nuk i kemi. Edhe është interesante me punu me to se thjesht që kam mëson ma tepër. Po cila është ndoshta ai sosi më interesant që ne kemi mësuar? Është inka e zezë që përdoret për kalamari. Është një shije perfekte. Na nuk e kemi këtu në Kosovë. A e ke përgatit ndonjëherë në Kosovë? Jo, se nuk më gjetë. Nuk e gjetë? Jo, Okej. se kum pas. Po a të ka rastis ndonjëherë me përgatit për ndonjë person të famshëm? Për një person të famshëm, thjesht në lokalin ku punoj une vinë deputeta, vjen kryeministri, edhe më ka rastis me përgatit, jë ndalë që tepër të kënaqen, edhe A ke pas ndonjë koment veçantë nga ata për pjatat tua? komenti veçantë ku unë thjesht u kthy pjata e thatë. E tha, çfarë është komenti më i mirë? Pjesa më e mira që Komplimenti ndodhen më në i kuzhinë. mirë. Po ndoshta edhe personat veçantë kështu që ju përgatit gjatë tërë kohës, ke komente edhe nga ata. Të ka thonë ndonjëherë dikush që duhesh mu përmirësu dikon? Po, kritikat i pranoj. Është pjesë e punës që ty të bën mu përmirësu gjatë punës. Thjesht kritikat janë shumë të mira në kuzhinë. Po cila Nëse ka bën- qenë ndonjë kritik nga një person që të ka ndihmu shumë gjatë këtij rrugtimi? Kritika jeme në kuzhinë o konë thjesht në fillim e kum përdor pak ma shumë kripen. Kum bo samet ma gjelpta. Edhe besoj Prej që kujt e ke marrë këtë kritik? kum marrë kritiken prej stafit. Prej stafit? Po, thjesht Nuk ka qenë ndonjë person kështu i afër? Jo, thjesht ai personi ju anku të stafi, edhe stafi gjithmonë është pjesë e jona që me dalë produkti më i mirë. Edhe përmirësimi është me Është një bo me herë. një herë. Normal. Andi, po du me ditë nga te se cilat ka qenë kritika e parë që e ke marrë. në kuzhinë. Për qatë sen dhe shpejt. Po i qasë në shpejt, okej. Ja, janë kom pas për të nguci, pa kom pas kritika në fillim, janë kom tragu dhe ma herët që kam pëlqy një dhe sen dhe sa ta mësën shijen, se na duhet me përcaktu të një shijen. Po ta provon, shija jonë është relevante për të gjithë një sajta. Dikush ka qef ma shumë kryp, dikush ma pak, në nuk mja qëllu se cilit në pjallë që e ka. Po pjesa kryesore është që duhet me pas mjaftushëm të kripa, sidomos të shija, të kripat e bebeje duhet me pas mjaftushëm, që ai nëse don dikush veç me pas nevojë mi shtu, jo mja hek. Po. Se ma lehtë është mu shtu. Po sa e sfidon Andi vetën? Unë e Me konsideroj- receta që nuk i ke bu ma herët, ndoshta nuk i ke pa dikun, por veç ki vendos diçka me eksperimentu vetë. Unë zakonisht shumë eksperimentoj Arjan. Shumë. Edhe këtu në emision zakonisht Po, eksperimentoj po. dhe në momentin e fundit nuk e tregoj recetën, Po. në bazë e asi bazona dhe te kolega kush këtu më afru pak atij. Kam qef me eksperimentu shumë, kam qef me përzi shijet, kam qef me bo gjelp me amël, kam qef shumë luj me shije. Po epizoda e kalume, javën e kalume, që su do me Yllin? Pse kishak? Super e letë. Me Yllin edhe kom punu me ta shumë. E kom e letë me Yllin, me punu se me tjertë. I marrë vesh shumë mirë me Yllin. E kur jemi edhe tek gatimet e tua, ato recetat e tua, kemi me pa edhe një recetë të cilën e përgadit me produktet e Zoade, të cilat janë nga Katari, të cilat janë prodhim me teknologjinë më të lartë. Pra do ndjekim së bashku edhe këtë recetë që e përgadit ti, Me shumë një qef. recetë shumë e shpejtë, shumë e shishme, edhe rikthehemi përsëri në studion e Pasion e Profesion. Ndoqëm së bashku edhe recetën e shpejt të përgatitur nga Andi me produktet e Zoade. E ty që shpëdokën ajo që të produkte? Mu po m'pëlqejnë shumë. Edhe janë të shpejta, në shpe për shembull kur nuk kam kohë. Veç i marrë disa produkte të Zoade, përgatiti, ha, shpejt e shishëm, edhe i vazhdoj punët e mia. Nuk më pysin se njerëz të kanë një farë frike, sa lasin mësume këta. E qysh vjen e ngrina, ja, qysh vjen kështet.
Ama ja ka nis mu. Po i përdor në Po. shtëpi, po besoj edhe familjarëve ju Edhe ke tregu. mama kam so. Edhe mama. Sa mirë edhe mama Edhe që po mama. i konsumon produktet e Zoade. Ta pyes edhe Yllin pak, ndoshta edhe Ylli. Ylli, Po, da? Andi e përgatiti pak më herët një recetë me produktet Zoade. Po. A i ke provu? I A kom ka provu, pëlqy? edhe janë shumë produkte që mund të ndihmojnë me gjithë shka në kuzhinë. Opa. Janë shumë të qeshme dhe të shpejta, a? Shpejta, për Andi njën shpejta, se Andi ka qef me punu pak ma shpejt. Ylli, apo na tregon ndonjë teknik të cilën e ke mësu edhe të ka ndihmu shumë tashmë në këtë rrugtimin tënë në kuzhinë nga Kroacia, ndoshta që e ke mësu atje. Thjesht disiplina punës. Thjesht disiplina, okay? Disiplina punës është shumë ma ndryshe se të na këtu. Po na tregon edhe dallimet dhe ngjashmëritë të cilat janë mes kuzhinës kroate dhe asaj shqiptare. Dallimet. Po, dallimet. Dallimet në kuzhinën kroate është që atje qështa, janë rregullisht. Atje punohet thjesht tavolin për tavolin, nuk e kryin porosit krejt prej heri, thjesht shkojnë me ranë, e të na është një pjesë ndryshe që të na nuk presin. Po, apet, Kjo po besoj e vështirëson edhe procesin e juj normalisht në kuzhinë. e të vështërson se kuzhina lëp sa ma ka dole për me pas shije. Me Nuk bu e për ke qefi. për shefi. Po, apo na tregon ndonjë eksperiencë të paharrueshme që e ke nga periudha ku ke punuar në Kroaci. Po, eksperienca e paharrueshme është që thjesht më ka ra me do seme që une nuk i kam punu, edhe i kom pasë në restorant, kom pasë njerëz të famshëm kroat, që janë me politikë, edhe është një ndjenje veçantë që bën shëshim atyne, se e kanë një farë shije ndryshe prej neve. Ata lypin pak melmesat nuk i dojnë shumë, nuk i favorizojnë melmesat, e lypin një shije normale, thjesht u kom për mu pak vështirë, se Derisa e mësu dhe e përshtak atje. po nuk ka shku kohë gati, i na ambientu shumë shpejt. Ta pysim Andin sa kish pas qef më ardhe me punu në Kroaci. Andja, Andi, a kështë pas qef me shku dhe me e provu si eksperiencë të punosh në Kroaci? Unes, a janë se këmë asë njerë më largu. A nuk e lëshon vendi? Nuk e këmë më shku asë njerë. Po pse? Nuk e di. Sëm pa të rekord, këmë më qëto, me punu qëto, me vepru qëto. Më pëlqenë Kosova, du Kosovën. E kam qëto. Nuk muj. Se këmë më nashta isha shku me provu 1 muj, 2 muj, 3 muj, me pas në eksperienca, në shkolla, në diçka, ama kështu me jetu gjatë, Ylli po të tret. e kam shumë problem. S'po foli. E shikues të dashur, po ju tregoj që në ETC mund t'i gjeni të gjitha produktet që ju nevojitën juve për shtëpitë e juaja, gjithashtu edhe pastat nga P&K, të cilat veç se Ylli është duke i përdorur në recetën e tij. E ne po shkëputemi për bllokun e dytë të marketingut, por qëndroni me ne për të parë edhe përfundimin e këtyre pjatave. U rikthyem përsëri nga bloku i dytë i marketingut në studion e Pasion e Profesion. Tashmë jam tek këndi i mrekullueshëm i Premium Bakery. Pra tek Premium Bakery mund të gjeni të gjitha gjërat e mundshme të cilat mund t'i konsumoni me më të dashurit e juaj. Kemi buk me fara, buk tosti dhe gjithashtu kemi edhe croissant të ndryshëm, kifle të ndryshme dhe donuts dhe ëmbëlsira. Andi, a jem përfundim të pjatës? Po, gati jam one. Shumë e shishme të tuket. Prova. Ylli, a ki ndonjë këshill që i kishe jap dikujt që don me u fut në rrugën e gastronomisë, të dëshiron ndoshta që të ketë restorante të ardhmen, por ndoshta që të bëhet një shef
i mirë dhe të ketë eksperienca të ndryshme në vende të ndryshme. Thjesht më non mirë mes te me dy meme. Okej. Këtë i hen mo luft është. S'mundesh me dalë. Ja, s'ka këthim rapa. S'ka. Planet për të ardhmen për yllin? Planet për të ardhmen janë shumë të mira. Mendojmë mirë për me vo diçka më të madhe, me arrit diçka me kuzhinë, me profesionin tam që e kom favorit, edhe besoj që kena mja dalë gjatë shkafit, thjesht zbo më nalë. Tash më duket që edhe pjatën e ke pothuaj se gati, edhe me zipres ti provoj të dy pjatat edhe nga ti ylli, por edhe nga Andi. Andi, po t'ja ki ndonjë këshill për gjithë ata që dëshirojnë të bëjnë shef kuzhine. A po, duhet me punua janë. Me punu shumë, që shkum punu une. Unë e kom njësë që kom ka zotë ma herët, prej kom njësë me la enë, ka dalë, zdo detaj do të një njekë, nëse do në marrë dhe të kuzhinjerë. Nuk bosh kuzhinjerë më rëma... Duhet me kalu në për zdo etapë, besoj. Për zdo etapë dhe mi dash duhet, me dhe mësë më përtu, edhe që ka generata rej pak po përtan, po. Le të shkojmë pak jashtë, Se ti e generate vjetër. Le të shkojmë pak jashtë. Unë i vjetër jam Marian. Andi, në zi po e presë dhe pjatën tënde, po besoj që do jeni vetë se gati, e unë po shkoj. Okej. Që t'jem gati edhe unë me shju këto pjajtat mrekullueshme. E shikues të dashur, tashmë ka ardhur radha me ju tregu diçka shumë të bukur. Po e sheni këtë setin nga Karagja, po e marrë këtë dhe po ja tregoj. Këto janë një set shumë i bukur nga Karagja, cilat mundeni me i përshtat në shtëpitë e juaja, por gjithashtu mos harroj t'ju tregoj që të gjitha enët të cilat janë në pasion e profesion janë nga Karagja. Pra Karagja ka mundësuar që këto ushqimet që i përgatisim këtu t'jenë ende më të shishme, pra duke u përgatitur në për enët e Karagjës. Tashmë po i pres edhe yllin edhe Andin, të shijojmë edhe këto ushqime dhe kemi edhe diçka të ëmbël në fund. E tashmë pra po i thrasim edhe yllin bashkë me Andin që të vinë këtu dhe ti shijojmë edhe dy pjatat e tyre të mrekullueshme të këtij sezoni. E janë Andi dhe ylli. A janë e gatshme? E gatshme, gjithmonë. Andi, ja këtu? Jeri me pasta. Fen. Po filloj me yllin. Unë ju besoj ju. Gjithashtu, pjatat e epizodës të kalume kanë qenë shumë të shishme, kështu që nuk kam dyshime. Shumë e shishme ylle. Plumshin durt. Faleminderit. Ma gjepse. Shumë të mira. Shumë të shishme. Pasta me të vërtet shumë e veçantë. Ajo shija e fëstëkut, po e bën shumë të mirë, shumë të shishme. Qashtu, edhe mishi Andin. Faleminderit. Je i mrekullueshëm, jenë dytë të mrekullueshëm. Faleminderit shumë që ishit pjesë e këtyre 2 javëve bashkë me ne në pasion e profesion. Ishte vërtet shumë kënaqësi e madhe. Andi, faleminderit ty që të kemi pas kaq sa muaj. Dhe ylli, faleminderit shumë që erdhe këtu 2 epizoda. Faleminderit edhe për jush. E ishte më shumë kënaqësia ime se këtyre 2-ve, sepse unë kam provu shumë pjata të mrekullueshme këtu, nga ylli dhe nga Andi. Shikues të dashur, ne po e ndjekim së bashku edhe recetën e ëmbël të artës dhe rikthehemi përsëri në studion e Pasion e Profesion.